Turizmi në Korçë po shënon një rritje të ndjeshme me një numër gjithnjë e më të madh vizitorësh vendas, por edhe të huaj. Qyteti po tërheq turist fal trashëgimisë kulturore, kulinarisë, por dhe eventeve të ndryshme që zhvillohen. Megjithatë, mbetet ende vend për përmirësim veçanërisht në drejtim të infrastrukturës, shërbimeve turistike, por dhe promovimit të mëtejshëm për ta kthyer Korçën në një destinacion edhe më konkurrues gjatë gjithë vitit. Do të thoja që hapi më konkret që mund të bëhet është lobimi tek tur operatorët. Ta shënojnë Korçën tek programet e tyre, pra ta bëjnë një destinacion ku të kalohet një natë ose 2 netë. Jo se nuk është, dhe ka një rritje vit pas viti, madje edhe këtë vit unë me sy të lirë dallova që kishte një shtim të grupeve të huaja. Kondura thosë se një ide e mirë është krijimi një vend ndalimi të dedikuar për turistët. Një barierë që na ndodh shpesh është që autobuzat turistik nuk kanë një vend ku të ndalojnë. Ti zbresin turistët dhe ti marrin. Sajohen vende nga më të ndryshme, shpeshherë edhe autoritetet rrugore tregojnë miqësor me mjetet e turizmit, por nuk është ky thelbi. Thelbi është që duhet të ketë një vend të caktuar ku autobuzat të kenë mundësinë të ndalojnë, vend afër qendrës, sepse kjo shërben shumë mirë për grupet e turistëve që zakonisht janë dhe në moshë të thyer. Mund të shohim Ohrin, Bitolën që e kanë zgjidhur shumë mirë këtë pjesë. Investimet në këto fusha pritet të ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e mëtejshëm të turizmit, si dhe duke e kthyer qytetin në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe atë natyror.